Në fshatin Ragam në komunën Gurizi, rreth 70 familje prej 3 ditësh janë në errësirë. OSHE ndërpreu energjinë elektrike pasi banorët rezultojnë debitor. Por ky veprim i ka çuar banorët në protestë, duke bllokuar rrugën e fshatit dhe duke mos dërguar fëmijët në shkollë. Ka 3 ditë që është ndërprer në mënyrë kolektive, arsyeja është e padrejtë. Fëmia ka pjesë në lidhje me grevën se kam vetën djalin në shkollë që nuk mund mësojnë me ça. Me qira, me ndezë dhe jarë. Në shumë shtëpia nuk e kanë kaput dritën, po kanë ulë automatin dhe thotë, nëse çoni automatin ju, shkoni në burg. Ata pretendojnë se i kanë paguar dritat rregullisht, por janë përballur me gjoba deri në 8 milion lekë të vjetra. Jena dakord me pagu, po jo me këta faturët, vinë shojnë macin, po jo me këta shifrat që na bin sot. Jo, bin faturë si do t'ekin. Shi më ndo. Edhe gjë tjetër. Sa është kjo faturë, sa është kjo? 8 milion e gjys. Ndërpremja. A me kanë puhet? Si mund ta firmos këtë faturën? Sa herë mund dalin me komand banesa tani? Vinë shojnë macin, jena dakord me pagu. 2004 më duket, a disa kështu ka kanë, kur ka ardhur investigimi, kanë diskutuar punën e tokës, s'na ka ardhur kush më. Kështu. As me kontrollu sahata, as me kontrollu drita, as kur gjoni e në bën faturat për i shodër. Edhe shpinë me shit nuk më del. Është dyta më gëlar. Sipas banorëve të komunës Gurizi në Shkodër, prej 6 muajsh në shtëpitë e tyre nuk paraqitet asnjë punonjës për të parë macat e as për të sjellë faturat. Ata pretendojnë për shkallëzimin e protestës, nëse çështja e tyre trajtohet me indiferencë. OSHE sqaron se energjia në fshatin Ragam të Shkodrës është stakuar pasi 32 abonentë rezultojnë debitor prej vitesh dhe vetëm 5 prej tyre kanë lidhur akt marrëveshje me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Duke ftuar debitorët të hyjnë në akt marrëveshje, kompania i kujton banorëve se për çdo keq faturim mund të paraqesin ankesat në zyrat e kujdesit ndaj klientit.